Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV për të komentuar pak dhe për të analizuar deklaratën e djeshme që Xheneta Fetau dha në trotuar. Trotuari ditën e djeshme, konkretisht dielën që kaloi, ishte në qendër të vëmendjes. Të gjithë syt drejtuar drejt të trotuarit. Se çfarë do të flet Xheneta? Në fakt më duk si një mekanizëm marketingu më së shumti për Eglin e cila do të del edhe në trotuar ndonjë epizod. Sepse që në hapje të spektaklit, Egli u pyet direkt nga Nevina në qoftë se do të ishte pjesë edhe e trotuarit, ndërsa Egli tha që nuk e kam ndërmend një herë që të jem pjesë e trotuarit, por asnjëherë nuk them jo. Në anën tjetër ishte Xheneta ajo që foli me një ton të ashpër drejtuar Eglit që le të mos ri në përqoshe duke folur për mua, le të mos flet prapa shpine për mua, por le të urdhëron, le të vi këtu të përballet përballë meje dhe do t'ja them të gjitha gjërat në sy. Deklarata e Xhenetës ka ndar publiku në dy pjesë. Disa mendojnë që Xheneta e ka thënë instinktivisht sepse është ndjer e rënduar dhe ndjet e rënduar ndoshta nga ato që Egli mund të flet prapa krave dhe pse nuk ma jep Egli me thënë drejtën atë bindjen që mund të jetë ndonjë personazh që merret me thashë theme, ndërsa të tjerët thonë që është një mekanizëm i përgatitur bukur që Egli të prezantohet në një formë bombastike për të qenë pjesë e trotuarit, sepse tani në kohën e fundit kemi arritur të kuptojmë që mekanizmat e marketingut janë shumë atraktive në botën sociale. Ne kemi arritur të bëjmë një analizë të detajuar, të cilën doja ta ndaj me ju dhe normalisht marrë dhe mendimin dhe komentin tuaj rreth kësaj situate. Ditën e djeshme, emisioni i njohur Trotuar në Top Channel u shndërrua në një skenë tensioni që nuk pritej. Paneli i programit, i cili zakonisht është vend për diskutime të hapura dhe komente interesante, u përball me një moment që do të mbetet gjatë në kujtesën e shikuesve. Xheneta Fetau, e njohur për mënyrën e saj të drejtë për drejtë dhe për mos lëshimin e asnjë komentit pa pasur argument, nuk e kurseu Egli Takon gjatë pjesës së panelit. Në një reagim tepër të ashpër, ajo deklaroi me shumë vendosmëri. Egli nuk ka nevojë të flas lart e poshtë për mua, por le të urdhëroj, le të vi këtu bashkë me mua edhe do të ballafaqohemi me njëra tjetrën. Fjala e saj shpërtheu menjëherë në studio. Panelistët e tjerë mbetën të habitur, ndërsa kamera fokusoi reagimet e tyre të tronditura dhe paksa të shqetësuara. Shikuesit në shtëpi ndjen tensionin e momentit, duke e bërë atë një nga skenat më dramatike të këtij sezonit. Dhe realisht ishte një ndër skenat më dramatike sepse pikërisht po kjo pjesë ishte e prerë dhe ishte e fokusuar tek publiku, që do të thënë diçka e madhe, diçka interesante pritej që të ndodhë në ditët në vazhdim. Ky reagim ka ngjallur debate të shumta në rrjetet sociale dhe mediat ros. Shumë fansa po pyesin veten a ishte kjo një kërkesë autentike e Xhenetës për ballafaqim apo një lëvizje strategjisë së prodhimit për të paralajmëruar se Egli Tako do të shfaqet së shpejti në emisionin e saj. Ekspertët e showbizit sugjerojnë se mund të jetë një kombinim i të dyjave, do të thënë mund të jetë edhe diçka që Xheneta vërtet e kërkon një ballafaqim me Eglin, por mund të jetë edhe një strategji e mirë menduar që Xheneta e ka përfolur me produksionin që ta bëjmë reklamën në këtë formë, domethënë ka qenë me patjetër një kërkesë e produksionit dhe nuk ka qenë një kërkesë e Xhenetës. Nga njëra anë Xheneta ka treguar emocion të vërtetë dhe pa kënaqësi ndaj Eglit, ndoshta për situatat që kanë kaluar dhe që kanë mbetur pa u zgjidhur, gjëra që janë fol në fakt, sepse Xheneta dhe Egli nuk është se kanë përputhje me njëra tjetrën, të dyja vinë nga rrugë të ndryshme. Nga ana tjetër, prodhimi i emisionit mund ta ketë parë këtë reagimin si një mundësi perfekte për të rritur intrigën dhe pritshmërinë tek publiku. Në botën e televizionit, tensioni i kontrolluar dhe ballafaqimet e paralajmëruara janë mjetet zakonshme për të rritur shikueshmërinë. Analiza e momentit tregon gjithashtu edhe disa detaje interesante.
tonin e vendosur dhe të pa kompromis të Xhenetës, i cili tregon se nuk ka frikë të përballet me Eglin publikisht, reagimet e panelistëve të tjerë, disa të habitur, disa të kënaqur nga dinamika që krijohen, që tregojnë se momenti ishte i paparashikueshëm dhe plot emocione, dhe përdorimi i kamerave dhe fokusimi i tyre në Xhenetën që nënvizon dramatizimin dhe rëndësinë e deklaratës për audiencën. Publiku që po pret me padurim për të parë nëse Eglitako do të pranojë sfidën dhe si do të zhvillohet ballafaqimi në përballje të tillë live mund të shndrohet në një nga momentet më të komentuara të vitit në median ros shqiptare. Gjithashtu kjo situatë ka ndezur debate në rrjetet sociale, disa mbështesin Xhenetën dhe e shohin reagimin e saj si të guximshëm dhe të drejtë, ndërsa të tjerët spekulojnë mbi strategjinë e prodhimit dhe ndikimin që kjo ka në audiencë. Çfarë është e sigurt është se Trotuar ka krijuar një moment viral. Në fakt kjo është më interesant, sot janë të klikueshëm ato të cilët janë më viral. Që do të diskutohet për ditë me radhë, shikuesit janë kurioz të dinë a do të ketë përballje reale, emocion të vërtet apo gjithçka është një lojë për të rritur numrin e klikimeve dhe shikueshmërinë. Në këtë moment situata mbetet e paparashikueshme. Çfarëdo që të ndodh më tej, Xheneta Fetau dhe Eglitako kanë zgjedhur një nga episodet më dramatike dhe më të ndjekura të Trotuarit, duke treguar se televizioni shqiptar mund të prodhojë akoma momente që të rondisin publikun dhe bëjnë historinë e showbizit. Dua të marr mendimin tuaj. Shikoni ju Eglin në Trotuar ndonjë epizod?